Kështu me horoskopin jemi zhvendosur në kuzhinë. Mirëmëngjes Katerina. Mirëmëngjes Seda. Si ka nisur dita jote? Po ka nisur shumë mirë sepse siç e shikon këtu në turizëm time kam produkte, domethënë të ndryshme të kompanisë Neranzit dhe jam gati këtu për të përcjellë dhe anvisave, recetat që me ka menduar për ato sot, por më përpara duhet ju përshëndes, ju uroj një ditë bukur si gjithmonë dhe ju ftoj këtu te këndi jon i gatimit. Çfarë do të bëjmë sot? Shiko, këtu kemi një brum, por nuk do të bëjmë bukë, do të bëjmë si tip brioche, mund të themi si mafishe, të cilat do t'i bëjmë në një trajt kurore. Por me çfarë do t'i bëjmë këto? Do t'i bëjmë me qumësht, me vezë, me miell, me gjalp dhe me vezë. Apo e tham dy herë vezën? Po s'ka gjë. Sepse dy herë do duhet një që do t'i hidhet brenda dhe një që do t'i lyejmë. Okej. Pra këto janë të gjithë përbërësit për të bërë brumin? Brumin dhe pastaj brumin, ja do ta shikojmë tani, do ta fillojmë nga brumi, do fillojmë nga mënyra e përgatitjes dhe pastaj do t'rregojmë mënyrën se si do të bëhet brumi. Në rregull. Ndërkohë që përveç se kësaj do të bëjmë edhe si një tip sufleje, si mund ta themi me këto perimet, që mund t'i bëjmë perimet të cilat janë të freskëta, por sigurisht mund t'i gjejmë edhe të gatshme kështu të ngrira që si kemi thënë gjithmonë janë ndihmuese në kuzhinë për të bërë sa më shpejt gatimet tona. Janë shumë të mira, shumë cilësore, mos i mendojmë kështu sepse edhe vetë neve dhe vetë zonjat në shtëpi i përgatisin, i ngrinë dhe i kanë në frigorifer për t'i patur si thuash gati në momentin e dur, do me thënë që kemi nxitim. Ose ku nuk janë të stinës, se në ndodhë që kemi zarzavate perime që nuk i kemi në stinën e caktuar dhe i ruajmë të ngrira. Por tani në treg ka në çdo stinë, po mirë është që t'i konsumojmë të paktën në stinën e vet ato që duhet konsumuar. Fillojmë tani me një herë dhe tregojmë këtu, siç e shikoni, më ka ardhur ky brumi dhe tregojmë mënyrën se si mund të veprohet më mbrapa për të përgatitur këto si thuash. Dhe Katerina, si zakonisht, kujdeset ta përgatis brumin përpara për t'i lënë edhe kohën e nevojshme që brumi të vi. Pra, e nisim recetën që ka brum dhe do kohë për të ardhur brumi etj nga fundi, tregoj mënyrën se si do të realizohet dhe pastaj në pjesën e dytë i rikthehemi te një recetë duke përgatitur edhe brumin. Shpesh është e nevojshme të tregohet, ndonjëherë ka mënyra shumë të thjeshta të brumit që edhe i kalojmë si procesa apo jo kap për të mos sidomos ato që përgatisim byreket, nuk është e thënë domethënë që ta tregojmë dhe ta përgatisim nga hera. Tani këtu me pak miell, jo shumë, thjesht një spërkatje kështu të lehtë, që të na ndihmojë dhe menjëherë fillojmë edhe heqim brumin në këtë mënyrë duke e palosur. Dhe ka ardhur mirë, janë ato fijet që krijon brumi. Dhe kjo është ajo që do t'i japi atë zbutjen. Po. Edhe kur të piqet, pra ai brioshi nga brenda do të jetë kështu, i shkrifët, i butë dhe me fije që tregon në zhbër si ato që marrim të gançëm e të blerë, që shpesh herë e kemi të vështirë të na dalin në shtëpi kaq mirë, por Kati prandaj është këtu që të na i mësoj këto sekretet. Dhe ç'është e vërtetë Anila, është mirë që këto brume, domethënë që bëjmë në shtëpi, sado që të jetë mos të ketë atë cilësinë e saj, por ka tjetër shije. Prap shijojnë më shumë. Shijojnë më shumë, sepse ç'është e vërteta nuk e di. Janë duart tona, janë të përgatitura vetë në shtëpi. Është ai ingredienti me shumë dashuri që thuhet gjithmonë. Dhe ndër të tjera që ne përpiqemi që përveç të gatuajmë, t'ju propozojmë edhe produkte të caktuara, të cilat mund t'ju vinë fare mirë në ndihmë edhe ju në përgatitjen e vakteve tuaja të ndryshme dhe gjithçka që sot kemi këtu në këndin tonë të gatimit, do t'i kemi të shkruara në recetë, do t'i përdorim edhe gjatë momenteve që do të gatuajmë, mund t'i gjeni në të gjitha pikat e dyqaneve Neranzi. Dyqanet organike Neranzi i gjeni kudo në Shqipëri e në Kosovë. Tashmë ka vitet të tëra në treg dhe unë e di që është një logo që e njihni dhe e keni vizituar. Her pas here vinë me produkte të reja, me risi në tregun ushqimor, kështu që do duhet që pse jo ashtu sikurse edhe ne që zbulojmë produkte të reja dhe ja gjejmë vendin në gatim, edhe ju të bëni vizitat e herpashershme përveç se të qëndroni besnik atyre produkteve që i doni dhe i gjeni vetëm tek dyqanet Neranzi, si në rastin e perimeve të grira, në fakt që është dhe kompania Orogel, është ekskluzive e dyqaneve Neranzi. Ja, u më fal, mendova ta ngrija, po ja ku e kemi.
Në këtë rast kemi brokolin, lule lakrën dhe karotën, po gjeni edhe sarzavate të tjera si të miksuara ashtu edhe të veçuara për të përgatitur drekën tuaj, vaktet tuaja. Atëre sa Nila sa gjithë këtë informacion, neve jemi gati këtu tani për të filluar dhe për të treguar si çfarë bëhet më mbrapa. Hapim në këtë, do me thënë në një petë të trash, po, të plot. Të plot, kështu si që është kjo. Dhe tani ajo që bëhet është se do të shtojmë gjalp. Okej. Do ta lyejmë me gjalp. Dhe gjalpi është ai që do t'i japi shije. Do me thënë nuk e bëjmë, mund ta bëni të mbushur me mbushje të ndryshme. Ne do ta bëjmë të thjesht. Ne do ta bëjmë thjesht me gjalp. Okej, thjesht me gjalp. Vetëm me gjalp. Po. Në fakt shpesh kur përgatisim. To mund ta bëjmë me çokoladë, me gjalp, me marmalat, mund ta bëjmë në mënyra të ndryshme, por unë do ta sjell në thjesht veç se me gjalp. Po. Siç ka edhe brioche në fakt që janë vetëm me zbrazur pikërisht për t'i mbushur se mund t'i mbushni edhe pas përgatitjes. Për t'i mbushur se pas shijes tuaj. Në mënyrë tjetër, do të sjell në trajt kurore. Mënyrën se si do ta bëjmë. Por shija dhe brumi është i ngjashëm me të briocheve kështu? Sepse ka qumshin, ka vezën. Mendoj se është e mjaftueshme mos ta shtojmë më tepër gjalp. Tani sepse do të shtoj edhe në palosjen tjetër. Do të thotë do të bëhet kjo palosi. Edhe do të bëhet me gjalp një herë. Okej. Gjalpi është që do ta zbusi dhe do të japi edhe shije. Po. Sepse do të ketë këtë. Okej. Pra kemi bërë një palosje të tillë dhe kemi kthyer në një formë drejt. Tani do ta bëjmë edhe një herë kështu dhe një palosje tjetër, do të tregoj mënyrën se si do të bëhet dhe pastaj do të bëhet prerja. Shumë e thjeshtë për të përgatitur, por bëhen shumë të mira dhe të shijshme. Gjalpi, qumshi, veza. Ku mos bëhet e shishme? Ku mos bëhet e shishme, ashtu është, ki brumi ka ardhur kaq mirë, me maja. Edhe pak do të hedh, këtu. Edhe kemi gati. Nuk është se kemi harxuar ndonjë gjalp, kush e di, mund ta bëjnë, unë kam thënë atje për 700 gram miell, rreth 200 gram gjalp, por mund ta bëni dhe me 100 gram dhe me 150, sa ta doni ju, por që sigurisht kur është sasia e duhur e gjalpit, bëjnë më të mira. E më të shkrifta. Ja, kjo është. Okej. Në këtë mënyrë. Tjetër, po tani? Jo, tani nuk e palosim. Tani do ta lëm kështu. Mirë është ta lëm që të pushoj, por ne sigurisht mund ta lëm një 10 minutë kështu të pushoj, të mbuluar me një pecet. Me një pecet kuzhine, kështu ta lëm të pushoj për një 10 minuta. Por s'ka problem, neve tani do ta fillojmë, do ta punojmë direkt, do ta presim dhe do të fillojmë që ta bëjmë gati për ta vendosur në furrë për të pjekur. Shumë mirë. Unë lexoj recetat. Shohim pak të gjithë përbërësit që do të na duhen për të përgatitur mafishe kuror me gjalp. Na duhen 700 gram miell, një lug maja pluhur, 2 vezë, 2 lug sheqer, 400 ml qumësh, 200 gram gjalp, fara lule kuqe ose fara të zeza, një vezë për lyerje, sheqer pudër për servirje. Kjo është receta e asaj që treguam tani, ndërsa më tej sot do të përgatisim sufle brokoli. Na duhet një pako me brokoli e lule lakra të ngrira, pra të paketimin që ja u tregova. Na duhet një qep, na duhet një karot, 2 lug vaj, do të përgatisim gjithashtu për këtë sufle një beshamel të hollë me këto përbërës 3 lug miell, 1 fixhan lëng perimesh, 1 fixhan qumësht, ar moskat dhe djath kaçkavall. Të gjitha recetat ne rikthejmë her pas here, kështu që nëse ikën shpejt nga ekrani juaj dhe ju mbet ndonjë përbërës pa e mbajtur shënim, do t'i rikthejmë përsëri, do t'ja u tregojmë edhe hap pas hapi gjatë kohës që gatuajmë. E tani Kati ka marrë një tavë të cilën e ka mbuluar me një letër kuzhine, me sa duket ky është hapi i radhës për të vendosur këto mafishet që në recetë i kemi të shkruara kështu, kështu që kështu po i quaj edhe unë tani në vazhdim, mos i ngatrojmë me brioshët. Me brioshët, po, me qënëse dhe forma do tjetë. Por të njëjtin brum ne mund të bëjmë edhe atë trekëndshin e brioshëve, nëse duam të bëjmë atë palosjen. Por unë mendova do me thënë ta sjell në këtë mënyrë. Po. Ja kështu. Si kuror. E kuptoj, po. Ajo ishte e fundit dhe doli tani e përdredhim kështu. Në këtë mënyrë. Pa,
Edhe kur të piqet do ngjaj bukur ajo, se Edhe çdo e ngjan kthyer bukur. kështu do të marrë atë ngjyrën e këndshme. Do ta luajmë edhe me vezë nga sipër, do i shtojmë fara apo ishim me dëshirë ato në recetë? Kemi fara lulkuqe dhe fara të cilat janë farzez. Po, me qenë në recetë kishim. Duam, domethënë, edhe njërën edhe tjetrën. Këto mafishe me çfarë temperature e duam pjekje? 180 gradë dhe do t'i lëm për 25-30 minuta. Do t'i shikojmë domethënë. Duke i kontrolluar. Okej. Këto janë bërë me maja. Me maja. Sikur s'na del kjo tava. Do fryen këto kur të piqen? Po. Edhe Ndaj duhen lënë pak në distancë nga njëra duhen tjetra. lënë në domethënë. distancë faktikisht. S'ka që vëmë në tavë tjetër në vetë. Po, ne vendosim 5-6 sa të na mbaj kjo tava sa Edhe një për. këtu. Dhe pastaj dy të tjerat, kemi tava të tjera që mund të vazhdojmë t'i vendosim. Kur të kemi Vendosim edhe një shkëputjen. këtu. Do t'i lyejmë me vezë. Dhe nëse duam, pastaj gjysma t'i bëjmë me farza, që mirë është me farza lulkuqe ose farzez, që neve kemi të dyja. Po. Tani po këto dyja do t'i lëm t'i vendosim në një enë tjetër. Okej, Shplaj duar bëj dhe vezën gati për t'ja lyer, të hedhim dhe farza. Dhe kjo është tava me mafishet të cilat ne i kemi përgatitur. Nuk janë ato mafishet që ne i njohim si mafishe. Thjesht kur të fryen dhe kur të piqen do marrin formën e një mafishe edhe do të jenë të buta, të shkrifta edhe të shishme. Nuk është një brumi ëmbël, jo kat. Sepse kemi dy luk sheqer, as i ëmbël as i kripur. okej, po Por që- në fund fare neve do t'i shoqërojmë me sheqer pudër. Okej. Domethënë, kështu që është Ndaj edhe nuk teprohet me sheqerin, sepse do t'i shtohet ekstra. do t'i bëj vetëm me të verdhat e vezës. Po. Edhe Dhe do t'i vendosim për të pjekur rreth 25 minuta me 180 gradë. Kjo është temperatura që do t'i do t'i piqë. hedh vetëm pakës qumësht, ose mund t'i shtoni dhe pakës ujë. Po, për të ndihmuar edhe vezën. Po. Do t'i lyejmë me fuqe, do të hedhim fara susami, më falni, farë zez ose Le t'i shohim pak edhe o farat, lulkuqe. meqense. Janë ato farat aty, Anila. Se mund t'i përdorni edhe për gatimet të tjera, për shumë receta të kripura dhe të ëmbla, për bukë, për grissini, smoothie, musli, supra, salatra e tjerë. Kjo është fara lulekuqe. Ja, dallova këto kokrizat e vogla, janë shumë të lezetshme janë. Edhe shumë shëndetshme, kanë goxha vlera ushqyese, kanë proteinë, karbohidrate, sheqerna, kanë fibër. Është e rekomandueshme të përdoren, pra nëse nuk i përdorni në gatime, pse jo në atë smoothie me fruta, me kos, me qumësh, me çfarë ju e përgatisni apo lëng frutash në shtëpi, shtojni pakës nga këto farat lulekuqe edhe do t'i shtoni vlerat ushqyese. Ndërkohë, ky është miell fara të zeza, është më i imët, është ndaj quhet miell, është më i bluar. Shohim një çike edhe këtë. Okej, ja, shi si vjen. Është si një miell i ashpër, po i quaj Atëre do t'i hedhim gjysma, do t'i bëjmë me farë zez dhe gjysma me farë lulkuqe. Të njëjtën gjë, edhe mielin e farave të zeza, pak a shumë tabela e vlerave ushqyese është e ngjashme me atë të fara lulekuqe, gjithashtu edhe përdorimin e ka në shumë receta. Edhe që nga paketimi madh, ky që do të thotë shkojmë goxha me këtë në shtëpi. E ti si thash, Anila, që mos t'i vëm tjetër ashtu, do t'i bëjmë një përdredhje të tillë dhe do t'i vëm një në një anë, një në tjetër. Kështu, ti lësh drejt thua. Ti lëm kështu drejt. Ashtu mund ta bësh tamam, mos përdorim dy tava. Ja, kështu. Ato kur piqen si doj që të çfarë mund t'i japim, bukur duken. Që mos të përdorim tavë tjetër. Ja, s'postojmë një çik atë. Që t'i vëm një herë e mirë tani. Okej, mirë. Do të bëjmë të gjitha me fara apo vetëm disa prej tyre? Si të duash. Të lëm pak me fara dhe pak pa fara. Ashtu e bëjmë. Edhe t'i shohim të dyja variantet, se ndoshta jo të gjithë njerëzit i duan me fara, kështu që ta shohim të përfunduar si do të duket edhe një
Me fara edhe një pa fara. Atëherë, Edhe, çfarë do? të marrim të hedhim pak këto. Ti hedhim. Se lezetshme janë? Po. Shumë. Këkërizat vogla. Edhe e zbukurojnë, Edhe janë të vogla, por kanë vlera ushqimore. Ta lëm këtë anën me fara, ta lëm atë pa fara. Kështu bëja. Edhe një kështu me farë dhe një pa farë. Në mënyrë të barabartë. 3 të rumbullakta, me fara, 3 pa fara, një cilindrike me fara dhe një pa fara. Kështu që nuk i mbetet hantri. Si jemi më orën 9:12 minuta. Pra, do të thotë që ne kemi rreth një 2 minutë shko për të vazhduar me kuzhinën, duke llogaritur se çfarë mund të kryejmë tani në këtë hapësirë që kemi dhe çfarë do ta mbetet kur të kthehemi. Ja ku i kemi në ekran. Sa po i kemi përfunduar dhe është momenti që t'i vendosim në furr në temperaturë 180 gradë, ndaj në pjesën e dytë do t'i kemi të pjekura në përfundim të pjesës së dytë, pra kur t'i afrohemi orës 10, edhe do të tregojmë gjithashtu përsëri në pjesën e dytë dhe mënyrën se si mund ta përgatisim këtë brumin, se vërtet ne e treguam ashtu të ardhur të butë, edhe që hapej aq lehtësisht dhe i dham edhe formën dhe e bëm gati për pjekje, por shumë prej jush ka nevojë të shikojnë dhe përgatitjen e brumit, meqense është një brum pak specifik që duhet treguar. Ta çojmë në furr. Do ta tregojmë. Tani e vendosim në furr. E vendosim në furr, furrën gjithmonë e kujtojmë që duhet ta kemi të ngrohur përpara në gjithçka që përgatisim dhe duhet vendosur në furr. Furra duhet të jetë gati dhe ne do të tregojmë pak se çfarë do të përgatisim në vazhdim. Tani nëse ju i keni këto përbërës në shtëpi, mund të ketuani në të njëjtën kohë me ne. Ndaj së bashku lexojmë pak recetën e dytë për sot. Ndoshta nuk i keni këto paketimet e gatshme, po pse jo të mos i blini herët, është 9:13 minuta, ka kohë për të blerë ndonjë gjë që i mungon drekës suaj për sot. Do të bëjmë një sufle me brokoli. Për këtë recetë ne do të përdorim një pako me brokoli e lule lakra, janë të ngrira në rastin ton. Do të përdorim një kokorçep, një karot dhe 2 lugë vaj. E më pas beshamelin do ta bëjmë me 3 lugë miell, 2 filxhan lëng perimesh, 1 filxhan qumësht, arë muskat dhe djath kaçkavall. Kjo është e gjithë receta e suflesë së brokolit që unë mendoj ta nisim kur të rikthehemi pas pak në studio. Kam një pyetje për beshamelin, mund t'i shtojmë në beshamelit lëng perimesh? Po. Po, patjetër. Sepse është një tjetër lloj beshamel, është me lek, nuk është ai që bëhet vetëm me qumësht, mund ta bëjmë edhe me lëng perimesh. Interesante. Është diçka shumë e mirë, domethënë ka një tjetër shije. Sepse ky beshamel nuk do të jetë ai beshamel që do të bëhet shtresa lart, do të jetë beshamel që do hyjë në brendësi. E kuptoj, edhe do të jetë si një lloj tip sufleje më shumë se sa një pasticë ose ndonjë gjë musaka. Është tjetër, njëra tjetër. Po, jo ndaj pyeta sepse në rastin e beshamelit Kati na ka treguar shumë shpesh mënyra të ndryshme se si mund ta përgatisim. Herë me niseshte, herë më të hollë, herë më të trashtë, herë me vezë, herë më kremoze. Edhe kjo i ndryshon tërësisht recetës tjetër. Një tjetër gjë dhe jep një tjetër shije. Kështu që do ta tregojmë anvisave, të shohim domethënë se si do të na dalë neve këtu në studio dhe sigurisht që anvisat në shtëpitë e tyre do ta provojnë dhe jam shumë e sigurt që do u pëlqejë si recetë, do ta bëjnë dhe ato në tryezat e tyre familjare. Shumë mirë. Të gjitha këto kur të kthehemi në pjesën e dytë, Katerina dhe unë jemi këtu në kuzhinë gati për të nisur një tjetër recetë. Mirëmëngjes edhe një herë, ja ku jemi, vazhdojmë të jemi në transmetim të drejtë për drejtë në Villa 24 nga ekrani e News 24. Ato mafishet që kemi futur në furr po bëhen aq të bukura dhe aq të shijshme, saqë pas pak do t'i nxjerrim dhe do të shikoni se çfarë kemi bërë, ku do t'rregojmë edhe brumin pas pak. Por më përpara do t'rregoj mënyrën se si do të përgatisim një sufle të thjeshtë, të shpejtë, të shijshme, të shëndetshme. Që thash, neve sot do ta bëjmë me perime të ngrira, por sigurisht që mund t'i bëni edhe me të freskëta, sepse është shumë e thjeshtë për të përgatitur. Brokoli
përdori edhe lule lakër ka brenda, tu paketa jonë kemi edhe karote, kemi edhe më të plotësuar, kështu që është një zgjidhje e shpejtë për të përgatitur drekën tuaj nëse juve nuk e keni përgatitur. Që do të thotë, fillimisht unë edhe pse kam karotë brenda, do të hedhë këtu te tigani, karote dhe qep, do të thonë t'i bëj një kavërdisje për të marrë një çik aromë dhe shije, dhe mos jetë thjesht kështu diçka veshse me atë shijen e tyre. Hedhim vaj fillimisht, do t'i hedh edhe pak krip edhe piper, i që se kam këto kripra dhe piperat, që të bëj një qikë gërgër. Gjajnë dhe bukur. I hedh pak nga kjo në fakt. Edhe janë të shëndetshme, në randë gjeni lloje të pafundme të kriprave, që do të çuditeni edhe nga ngjyrat që kanë, që janë aq të këndshme, që nga ngjyra roze deri në ngjyrat më të errta. Sigurisht që secila prej tyre ka një diferencë, si në emër ashtu edhe në vlera ushqyese, edhe në një shije specifike. Pipernat gjithashtu edhe erëzat e pafundme që në Ranzi ju ofron, është në atë këndin tuaj të kuzhinës, ne them gjithmonë që mjafton të bëni një pazarja dhe këto shishe janë aq të lezetshme sa që mund t'i mbadin ato ekspozitorin në një cep të kuzhinës dhe ju japin një shije fantastike në gatimet tuaja. Një erëz e vetme bën një diferencë në shije, në pjate, në aromë. Atëherë qepa po bëhet gati, nuk ka nevojë, domethënë e fika të ngelet në temperaturë të sobës dhe filloj edhe më njëherë bëj këtë beshamelin e holl. Tu kam përgatitur një, si thua, lëng perimesh, që unë këtë e kam bërë me këtë miksin e erëzave, sepse brenda këtu kemi dhe hudhër, kemi dhe qep, kemi karotë, ka domethënë edhe erëza të tjera që na e bëjnë shumë të shishëm këtë lëngun. Kështu që mund të përdorni edhe këtë lloj lëngu për të përgatitur këtë lloj beshameli që do të bëjmë neve tani për momentin. Fillimisht do të hedh 2 lugë gjalp dhe 2 lugë miell. Okej. 2 lugë gjalp dhe 2 lugë miell. Do të kemi edhe pakës qumësh dhe lëngë perimesh ose lëngë erëzash, pra beshamelit, me që treguam në pjesën e parë, mund ta tresim, pra mund ta hollojmë apo ta përgatisim edhe me lëngje të tjera për te beshamelit me qumësh, që ne jemi mësuar kryesisht ta njohim më së shumti. Marr një lugë tjetër. Të shojmë edhe brioshët se nëse janë gati duhet që ti hekim. Por e mira është t'i shohësh vetë. E vendosim dhe miellin këtu. Thjesht tani duhet një përzierje të mirë, që të bëhet pra një beshamel i holl, nuk do t'i dhe në mënyrën klasike fillojmë dhe përgatisim fillimisht duke ka vërdisur miellin, duhem që mielli të iki era e miellit dhe të marrë atë aromën e mirë nga gjalpi dhe nga mielli, kështu që bëhet ka vërdisja e mirë e tij dhe sa të na bëhet kjo që mos të harxojmë edhe kohën, këtu tek ena, tek tava që ne do të përdorim, do të hedhim këto që i kemi perimet e ngrira, që për momentin neve kemi brokoli edhe karotë edhe lule lakër, si që janë, madje neve na u shkrim tani këtu në studio, por juve mund t'i hidhni ashtu dhe të ngrira si që janë momentin që i nxirrni nga frigoriferi të ngrira, nuk ka nevojë që edhe të shkrin. Shikoni sa cilësore janë. Shiko, jeshile, si kur janë, do me thënë të gatuara në moment. Kjo do të thotë që kompanit që i përgatisin këto gjëra, nuk janë kompani do si do, janë kompanit të cilat kanë një emër. E hedhim edhe këtë. Kjo jep shumë shije tani qepa, me karotën që... Dhe një mënyrë e thjeshtë, pra... Shumë thjeshtë dhe shumë shpejt për të përgatitur. Tani në furrë kjo do 20 minuta, nuk do më tepër. Një mënyrë e thjeshtë për përgatitur një vakt dreke, pra pas shumë skuqje e zierje, ajo që kemi bërë është thjesht një kavardisje e qepës me karotën, natyrisht që janë perimet që shijojnë si brokoli, karota dhe lule lakra dhe beshameli në fund do t'i japi edhe atë shije përfundimtare, si edhe djathë kaçkavall. Qëndruam, do me thënë dhe diskutuam, edhe mielli me gjalpin është bërë gati dhe fillojmë tani edhe shtojmë edhe këtë lëngun e përgatitur, që unë ju thash e përgatita me të mix erzash, sepse vërtet ka një aromë dhe një shije të mirë, edhe do ta hedh të gjithën dhe do shtoj edhe pak qumësht.
se dua t'i jap më tepër shije. Kemi gjalpin, kemi këtë miksin e erëzave, do me thënë që ka shumë shije. Tërkohë do shtojmë edhe pak qumësh, do ta shohim në momentin se si do të vi. Duam që mos të mpikset plotësisht, të jetë një krem i hollë. Të lutem Anila sa unë të shoh andej, se shikoj që trazoj, sepse tani nuk bëhet. Më duken gati. Është gati ajo, kur ka vërdiset mirë, Sharmaj miksit e erëzave që ndihet, që na kryen punë, e themi gjithmonë, përveç se janë në paketime goxha të mëdha, zën vend në shumë receta, në përgatitje të gjellërave të ndryshme, të mishrave, në tavë apo në tenxhere, çfarëdo që ju gatuani, një lugë nga i miksi i erëzave i ndryshon krejtësisht shijen gatimeve dhe ndërkohë nëse nuk dim ti përshtasim erëzat me njëra tjetrën, ai kombinimi na zgjidh punë. Sa të mira janë bërë. Ato beshamela, kremi ka një aromë të mirë, po këto kanë një aromë akoma edhe më të mirë. Kështu që të dashur anvisa, mos hezitoni të përgatisni në shtëpia tuaja, sepse do shikoni dhe brumin se sa thjesht është për të përgatitur dhe mënyrën pastaj për ta vendosur, do me thënë në këtu në formën e vendosni juve. Mund ta bëni akoma edhe në tip brioshi, po kështu është mënyra më e thjeshtë. Po jo, është për të përgatitur dhe ka një tjetër paraqitje. Ti mendoj se është okay, meqenëse nuk na duhet i trash. Shumë mirë. Ti është duhet që të më marri pak val dhe t'i shtoj dhe pak qumësh. Sa të mira kanë dalë. Janë të buta. Janë ku është receta në ekran, mafishe kuror me gjalp, 700 gram miell, do të përgatisim këtë brumin, pasi vendosim tavën me brokoli në furrë, na duhet pra 700 gram miell, një lugë maja pluhur, 2 vezë, 2 lugë sheqer, 400 ml qumësh, 200 gram gjalp, fara lulkuqe ose fara të zeza, një vezë për lyerje, sheqer pudër për servirje. Këtë do të bëjmë tani, pra brumin, rezultatin ju e panë se si dalin, më mirë se kaq nuk di domethënë. A mund të përgatiten vetë në shtëpi. Atëherë të dashur anvisa, këtu tek ky kremi bechamel, kemi shtuar edhe pak qumësht, këtu kam edhe arë moskati, do të thënë është kjo e kemi edhe plur edhe në kokër. Kështu që unë meqense kam plur, po i hedh këtë. Pollësh sepse nuk duhet, do të thënë aq sa duhet. Tjetra, do t'i shtoj pak djath. Edhe djathin tjetër, nga i djathi, do t'a shtoj... Grana besoj? Po. Oke, po, grana padano është shumë i mirë këtë djathi për shumë receta. Djathi që bën kremoze. Na bëj një bechamel shumë i mirë, i shishëm, aq sa duhet në masën e trashësisë, sepse thash që duhet të kemi një bechamel të hollë. Dhe tani është momenti që do ta shtojmë tek tava. Këtu. Edhe mos ta hedhim direkt kështu. Po, shiko se sa e mirë që është bërë. Shumë e mirë. Një krem. Shumë e mirë. Nuk ka nevojë as lugama, jo, s'më duhet, faleminderit. Nuk ka ngjitur, do t'i shtojmë në një pjesë djathi prapë sipër apo do e lëmë kaq? Po, do t'i hedhim pak nga ky djathi dhe ai djathi tjetër, edhe ky domethënë është një djath pikant, një djath që i jep një tjetër shije. Është më i fortë. Kështu që do hedhim fillimisht nga ky. Edhe pastaj do hedhim edhe atë pakën që kemi aty lart. Dhe mendoni se sa e shishme do t'jetë kjo tavë. E hapa. Janë në mënyrë hermetike këto kaq të kuruara në mbylljen e tyre që mos të prishen, kjo është dhe ideja. Patjetër. Ndaj dhe ne flasim për siguri ushqimore shumë shpesh në këtë studio, se përtej faktit që duhet të dim se çfarë zgjedhim edhe mënyra e të ruajturit e të ambalazhuarit të produkteve është një tregues tjetër i cilësisë. Atë që e bën të veçantë tani këtë lloj sufleje është ai kremi që përgatitëm pra bechameli i hollë, ai që do t'i japë shumë shije, do të bëjë një lidhje të mirë tani në furrë, thjesht do një 20 minutësh. Dhe kemi gati. Pra një 5 minuta 10 do që të përgatitet edhe. Pra djathin e ka edhe brenda, djathin e shkrirë, edhe pakës nga sipër. Kështu lart. Edhe ngjyrë të këndshme i jep. Krijon edhe ato kore në sipërfaqe. Edhe më bëhet shumë e mirë, shumë e shishme. Nuk ka nevojë. Faleminderit.
Tava do të kaloj në furrë, deri në orën 10 do shohim ku do jemi me pjekjen, por në shtëpi ju duhet ta lini rreth 20 minuta. Pa tjetër, ai do ta lej në shtëpi, neve tani do ta vendosim brenda të bëhet gati. Ndoshta do ta nxjerrim në momentin Po do e shohim njerë pastaj, kur t'i afrohemi kohës të mbylljes. Tani, recetën e brumit e pat. Të pjekura i pat, si bëhet brumi, radha e punës. Tani të bëjmë brumin, Anila mund t'i vendosësh Pra të lirojmë pak vend, pritani. Që të bëjmë brumin, do të përdorim, tani unë do të përdor gjysmën e sasisë masës, që do të thotë, aty kam 400 ml qumësht, do të përdor 200 ml qumësht. Ja këtu. Tani nuk është atë që kemi thënë dhe herë tjetër, në kuzhinë, në shtëpi, edhe nëse nuk e kemi dhe është 220 apo është 210 është 180 nuk ka problem, do shikoni edhe mënyrën e përgatitjes së brumit se si duhet jetë. Kështu që të jetë një brum, si thua, një brum që bëjmë për bukë, një brum që bëjmë për këto byreqe, kështu që Anila të lutem vesim. E kam problem unë për punën e. Marim të mirë që kemi hapur mos të hapim dhe Këtë po është do vetëm. Po. E ke gati. Atere, unë do të hedhë me sy dhe do të shikojmë pasaj gjatë rrugës. Po, okej. Se do të bëj gjysmën e sasisë. Po, do bëjmë pak, po. Ju keni sasi tjetër në recet. Ne do bëjmë pak thjesht për t'ja u treguar, sepse të përfunduara i pam. Po. Kjo është e mire e maja, sepse kështu që me qënë se neve kemi gjysmën sasis, do shikoni që do të hedhim dhe gjysmën sasis së majas. E hedhim majan kështu, tek mielli, hedhim edhe sheqerin, marim një luk tjetër me qefët të majaja, mos ta kemi të pastër. Do hedhim një luk sheqer, tek 700 gram miell, do të hedhim 2 luk. Tu do të hedhim 1 luk. Se është 350, është gjysma e sasisë. Tani, këto të dyja, edhe do të hedhim edhe një majës krip. Do ta përziej një herë dhe të shtoj edhe kripën. Do të hedhë edhe majës krip. Gjithmonë të ëmbëlsira të shmirë të shtojmë pak krip. Po. Do të edhim edhe një vezë, edhe qumshtin e vakët. Ta shtoj këtë këtu? Apo jo, këtë, të gjithin? Po, nëse shtoj të gjithin. Se sa njësa nëse. Jo, sash, mendova si mos... Ajo s'ka nevoj tani në momentin që sa të marri pak. Unë ngrohtë e nxerja s'ka nevoj sepse e mori atë temperaturën e dur, nuk duan ta kemi. Ishte të nxerja e ngrohtë. Kështu që edhe ju që mos ju digjet majaja, bëni këtë veprim që bëra unë në fillim fare, do me thënë hidhni majan, hidhni sheqerin, se sipas ideve dhe atyre mësimeve tona, sheqeri është ajo që aktivizon mikroorganizmat e majas dhe na i jep atë që mundësinë që të rrisë volumin. Pra kjo është edhe ideja e majas. Përveç se vlerave ushqimore që ka dhe majaja vetë në brëndësitë të saja. Mendoj se është okej. Do shta dhe më tepër duhet të... Taftojmë pak? Ja, do të shof. Në regull është. Mirë është? Okej. Do të hedh pak, do me thëmë, do të shikoj. Dhe pastaj, duke punuar, kështu do të bëni dhe ju në shtëpia tuaj, do me thënë, hidhni sasin e një qumshit, fillim një sasi, pastaj, duke e punuar, shikoni se sa qumër do duhet akoma. Që mos ta bëjmë qumësht miell qumësht. Hedhim pak nga pak. Edhe e punojmë. Ndoshta mund të përdorim pak miell në duart tona për ta... Ose e ndihmojmë duart duke i lagur me pak vaj, që mos të na ngjisin, nuk i bën dëm, përkundrazi. Është ai momenti që bëhet edhe punimi, të lutem Anil pak... Po, ma hidh këtu tek veza, s'ka problem. Po. Faleminderit. Të lutem.
Sa duhet të qëndron të ky brumi? Se kam përshtypjen është Rreth një orë. E do një orë. Rreth një orë, por në temperaturat, do me thënë nëse është temperaturë, gjithmonë kjo varet nga ambienti, do me thënë nga temperatura e ambientit. Nëse është një ambienti nxehtë, nuk ka nevojë të qëndrojë më tepër se 40 minuta, sepse vjen më shpejt. Atë të shikojmë. Nëse kemi këtë masën këtu, në momentin që mbushet tasi, atëherë themi që është gati. Pra, si që shikoni, nuk dua asë shumë të punohet, tjetë një brum i tillë. Elastik, i but. Edhe, pastaj, si që patë dhe juve, në momentin që fillojmë dhe e hapim, i hedhim, spërkatim pak prap miell, jo shumë, që ta shkëpusim. që të ketë mundësi, do më thënë, që të jetë brum i but. Ja në këtë, në momentin që na ikën nga duart, edhe nga enët, atëherë themi se brumi është në rregull. Nuk ka nevojë të punohet si bëhet buka që punojmë. Asë tani dhe bukët më nuk i punojmë ashtu. Thjesht një përpunim kështu dhe bëhen vet ato, e ndihmon vet maja. Ndoshta është e cilësia e miellit, nuk e di se çfarë të them, por mënyra se si unë i përgatis ka ndryshuar. Tani do ta mbuloj me një letër kuzhine. Pastrojmë edhe duart edhe. Dhe ky është brumi që duhet të qëndrojë rreth një orë. Pra ne sot emisionin e kemi hapur pikërisht me atë tasin e brumit të ardhur. Ndaj, kur të klikoni në YouTube kuzhinën e sotme, që e gjeni sot por pak minuta më vonë, do niset me bërjen e petës dhe dhënien e formës së këtyre mafisheve, ndërsa në fund fare do gjeni brumin që bëm tani. Pra e kemi nisur një çik kështu nga fundi në fillim për t'i dhënë kohë edhe këtyre mafisheve pra të piqeshin, të cilat ne do t'i vendosim në një pjatë besoj, do t'i spërkansim pak me sheqer pluhur. Tani, ajo që duhet me patjetër është edhe kjo. Tani janë dimesa shumë në kuzhinë, që kemi mundësira. Okej. Këtë pjatën kanë t'i ke zgjedhur? Atë kam zgjedhur për t'i vendosur, edhe kjo duhet të kështu, në këtë mënyrë tregojmë edhe ca gjëra, që të kemi mundësi që ta heqim kollaj, domethënë kur e marrim që e bëjmë. Ja, kjo na ndihmon tani. Pra thash, palosim një çik aty. Këtu. Pa, se ndonjëherë rrim të gjejmë cepin ku e ka. Të gjejmë cepin. Kjo është një mënyrë shumë e mirë për të bërë, domethënë për mos të kërkuar cepin. Ja, na mëson kanti edhe shumë. Po të hapim në moment. Edhe këtë kështu. Tani tjetra është që të mbulohet me një pecet. Tani ne për momentin do ta lëm këtu. Dhe të ri këtu me neve. Okej. Mos ta vendosim në dollap. Tani këtu të marrim dhe të heqim këto. Duart të kemi të pastra, s'ka problem. Ndaç me fara, ndaç pa fara, si ta keni ju dëshirën mund t'i përgatisni. Një me farë, një pa farë. Okej, shumë bukur. Si na i bjen? Rumbullake vërë edhe tjetrën. Dhe pastaj njërën prej tyre. A mund ta hapim pak, ta shohim si është nga brenda? Po, ja, edhe këto, do me thënë nga pjesa. Si na u bën tani Anila, sikur na vajtën shumë. Sikuror. Jo sikuror, por sikur na vajtën, në rregull i kemi tani. Nëse shumë bukur ngjajnë. Mua më pëlqejnë, edhe në ekran mirë ngjajnë. Aromën e kanë shumë të mirë dhe aromën e kanë nga puna e gjalpit. Po, sepse është lyer peta me gjallë përpara se të bëj atë palosjen. Tani të hedhim dhe pak sheqerin edhe të hapim një pasaj të shikojmë se si janë. Okej, po. Dhe jemi në kohën e duhur edhe për të zbukuruar dhe për të dhënë pak shije. Ju mund t'i shoqëroni dhe me ndonjë recel, mjalta, si mund ta keni ju dëshirën, po. Me qumësht në mëngjes. Se s'janë shumë të ëmbla, se tani rekomandohet që mos të filloj me të ëmbla shumë në mëngjes. Kështu që këto janë shumë të mira për një mëngjes të shëndetshëm, me një gotë qumësht, jemi shumë mirë. Nuk po hedh më, është mjaftueshëm si thot jeni. Shumë mirë, jo, mua më pëlqen, edhe në pamje më pëlqen dhe jam e sigurt që edhe në shije duhet jenë shumë të mira dhe ndër të tjera të thjeshta për t'u bërë. Se kur jo shek shumë të thjeshta, kur kanë një goxha impenjim, por janë të thjeshta. Shumë të thjeshta për t'u përgatitur. Atëre ta pasojmë çik këtë vendin këtu dhe ta vendosim. Ku e do Ani se ja, pak më, okej, shumë mirë është aty. Ani e kemi këtu tani. Tani, njërën prej tyre unë të doja ta shohim nga brenda. Po. Që të shohim pak edhe, ja, shikoni si janë. Se ndryshë do ta ham dhe s'do shih një gjë.
Ja, janë të buta, ndaj edhe quhen ma fishe, janë shumë të buta dhe shumë të shishma. Ta provojmë sa të shishme Provojmë, janë, se Angela duke thënë e shishme, unë s'kam provuar asnjë deri tani. Shumë e mirë, të lumë shënduar, shumë të mirë. Nuk janë, do me thënë, ndjenë pak atë sheqerin, Shumë pak? Po, ndjenë atë shijen e gjalpin, edhe me këto, nëse duam atë që Jam bërë thash më shumë të përpara. mira. Tani, ne duhet ta mbyllim për pak. Ta shojmë atë tavën, ka Ta marrë një nxjerrim, pjesë ta nga nxjerrim, sipër? aq sa është, ta nxjerrim, ta kemi dhe atë në tryezën tonë. Okej. Se ka marrë atë ngjyrën nga lart, jo. Nuk e ka marrë, po s'ka gjë. Është më Ka pikse. filluar të mpikse, po, ka filluar të mpikse. Ta mbyllim sobën. Këto janë recetat për sot. I hedhim një sy të fundit për të parë se çfarë kemi përgatitur, të lumshin duart Kati. Faleminderit Ta kënaqe edhe dashur, sot. kënaqësi që ndajmë këtë emision bashkë. Nesja ima, që mësoj çdo ditë nga ty, Faleminderit. mënyra të reja të gatuarit dhe jam e sigurt edhe zonjat që na ndjekin neve zotërinj të. I falenderojmë atëherë ambisa tona që qëndrojnë me ne, duke uruar një ditë bukur në vazhdim dhe duke ftuar këtu përsëri nesër në të njëjtën orë bashkë me Anilën. Patjetër. Anilën time që ju them gjithmonë. Kemi gjëra Hirshin plot time për të të bërë. kuzhinës. Kaloshi sa më bukur. Dhe Ditën mirë se mbarë na edhe vini për ty. nesër këtu përsëri. Nesër jemi këtu që në mëngjes me Katerinën me receta të reja, me shumë aromë, si themi gjithmonë, me plot shije dhe me ide që kuzhina i ka të pafundme, të lumshin duart. Kati takohemi Faleminderit, nesër në faleminderit, mëngjes. kënaqësi e dashur. Publicitet kemi tani, më pas në këndin e të ftuarve, mos u largoni, do vi prapë te ju.